Robert Bojaj, i njohur edhe si DJ Robi, është një nga figurat e njohura të radios dhe televizionit në Kosovë. Robi, i njohur për aftësinë e tij për të ndërtuar atmosferë dhe për të bashkuar njerëzit përmes muzikës dhe të folurës në radio. Në Frekuencë, emisioni i tij ikonik. Robi, përshëndetje dhe mirë se erdhe në LD2A. Përshëndetje Elit, për ty, për komplet ekipën edhe për gjithë shikuesit e emisionit Elite Show. Faleminderit për ftesën. Gjithmonë kena marrë kërkesa të pas parasysh që jemi në shtëpinë e njëjtë, kemi pas kërkesa nga shikues tanë që pse nuk e thërrni Robin me shpalos edhe më tepër për jetën e tij, se nuk do të thotë që s'ki qenë pak hermetik për jetën tënde. Pak, i falenderoj gjithë ata që kanë kërku, masi po m'bjen rol me qenë ekran, televizion e di që ju mungoj. Faleminderit. E vërtet, nuk e di pse, ndoshta si tip i ndrojtën pavarësisht asaj që e bëj gjatë emisionit Frekuencë, me gjas është merit edhe e dëgjuesve dhe shikuesve që mbajnë me unë gjë sikur po rrim së bashku. Për një moment, jo për një moment, për 2 orë gjithmonë, prej që realizoj emisionin, nuk e di çfarë mekanizmi është ky, megjithatë i harroj me probleme, me angazhime tjera, me gjithçka, edhe jam i fokusuar 100% emision me dëgjues dhe me shikues, që definitivisht është merit e tyre. Robi, a është ma lehtë me t'intervistu apo me intervistu? Nuk e di, shumë rall, pa dash me egzageru, po m'duket e tepërt me shku shpesh në për emisionet e tjera, qovë me folë për radion, qovë për karrierën si gazetar, si moderator, përderisa jam 5 ditë jave, çdo ditë nga 2 orë, po me tregu unë e shumë atë vështirë edhe atë anën e juaj me intervistu të tjerët. Kështu që me kalimin e viteve kam fillu edhe i kam evitu intervistat, me që ma mundëson me që jemi edhe në radio, kam qef komplet fokusin edhe komplet emisionin dedikuar veç për shikuesit edhe për dëgjuesit, sepse si që thonë këta, zakonisht sidomos këta që në jashtë vendit, 2 orë me mendje jemi në Kosovë dhe harrojmë që jetojmë në vendit ku jetojmë në për Evropë, për 2 orë na sjell Kosovën kudo që ata janë. A ki probleme folë për vetën, sepse këtu në LD2A duhet pak me shpalos për vetën. E di, e kam pa, edhe e kam përcjell, me folë për vetën, me tregu drejt, pak e kam problem. Unë e kam problem edhe, e tham edhe gjatë emisionit, ma shumë preferoj thirrje, telefonata se sa mesazhe, kam bindjen që shikuesi në anën tjetër, po thotë që e shpiki pe i vetës, s'pe telefonon askush, po shpik mesazhe e tjere, sepse këta edhe kemi bon në ditët e para rrëth 5-16 vitësh, me shumë mesazhe imagjinare, hamdia nga që i poshtëm këta djetë. Interesante kjo me zbulu për shikues që do shta gjithmonë ka pas dyshime, po asnjëherë realisht se ka pranua askur që po nga pak edhe keni manipulu. Absolut, kjo është super njerëzore, është super normale për fillim, sepse ti i tregon shikuesit, dëgjuesit se edhe ai mundet me shkru, mundet me telefonu, edhe besoj, unë e di që edhe sot asaj dite ka të tjerë që e bëjnë, mirë po, prandaj e nxjerri Viberin nga njerë në ekran me po ato në real time, në kohë reale. Hajde fillojmë të shpalosim pak edhe prej fëmiri. Si ka qenë fëmiria jote, Robi, dhe çfarë fëmije ke qenë? Fëminia ka qenë fëmije mirë, standarde, si gjithë tjerëve, i kemi pas të lojrat sezonale, themi, varësisht shembull tash në sezonin e dimrit, nuk e di pse mendoj që në vitet e 90-ta, unë jam fëmijë i viteve 90-ta, 82 e kam vitin e lindjes, me soja, mandej këto lojrat gjitha, me shigjeta, me do lojrat që sot kur i mendon e din që ka qenë të rrezikshme, po megjithatë kemi lujt. Për prap se prap kohën e ditës se kemi kalu edhe në përlagje dhe duke u shoqëruar edhe me fëmijët e tjerë, si sot. O tash ka fusha, është ndoshta klishe me përmend, po ka fusha, nuk ka lagje që se ka një fush, lojra, po fëmija mungojnë. Ose si që është ajo përpara nanat i kanë rrej fëmijët për mishtim rana, tash po insistojnë mi nxjerr jashtë, sepse në tablet pi ka gjitha. Po megjithatë kam qenë fëmijë i urtë, jo problematik,
Do thot, është shumë ndryshe nga ajo se çka mendojnë njerëzit, se kështu të shohim gjithmonë me shumë energji. Në fëmijëri ke qenë fëmijë i urtë? Shumë i urtë, edhe shumë i marshëm, po edhe sot kur kam komunikim me njerëz sy më sy, tentoj me qenë shumë korrekt, shumë i afërt, sepse edhe jam i afërt, jam krejt ndryshe prej emisionit në kuptimin ma i butë. Unë e di që në emision ndonjëherë kaloj në arrogancë, po e them mirë, po është kur je me vitet tona edhe je si portierin në port, është si mos mbrojtëse, nuk muj me leju bashkë gjithë shka, ti e ngarkum me problemet tua, aj tjetëri me dvetat, tash pse ka dalë në frekuencë në ekran me një numër telefoni, nuk do më thonë që duesh me telefonu të one edhe me ushfry, me sha, me ofendu të tjerë, këta nuk e lejoj kur si kam leju dhe zdo të lejoj. Me kalimin e kohës, besoj që kjo është edhe një për arsyeve që emisioni i kam bjetu kohës, i kam bjetu plot të tjera emisione kanë njës, janë shu, kanë dalë tjera, janë largu, disa kanë bet, është stili i moderimit tem. Edhe në familje. A ka ndo një familjar që të thojnë, pse bre Robi, unë e nërvaz shumë sot? Nona e ka, ekskluzivisht është nona që të ratë, pse djallë jam? Ose më thot, pse s'pilen ata me full ma shumë ti me pushu. është mënyra emisionit, është mënyra jam, stili jam, moderimi jam, nuk jam perfekt, po prap mendoj edhe nëse isha kthy nga fillimi, prap njëjtë do t'isha. Kur je natyral i mbjeton edhe kohës, se nuk është që ki tentu ndonjëherë mos me qenë vetvetja, dhe që kjo ndoshta ka shënu rrugtimin tënd. Kuptojnë me kalimin e kohës edhe e kanë kuptu, unë marr komente të ndryshme, të llojit nonat për cilë, gjyshjat për cilë, grujat për cilë, motrat për cilë, nona u bo nervoz se tha, ma kanë bo Robi nervoz një telefonus, tash kjo edhe gjysore na hup emisionin të nejtë nervoz, edhe besoj me kalimin e viteve, sepse janë shumë vite, rrugtim goxha i gjatë, i kryin do punë shpi, se përgadisin kafen, ulen e pinë bashkë me frekuencen, me Robin, unë e vlerësoj, sepse me të pranun familjen, me një farforme na pjuhim familja atyne, kjo është për mrekulli dhe zblet me pare, sidomos kur të pëlqenë fëmijët edhe mosha e mesme dhe shtyr, për mu është privilegj edhe knatësi. Sipas te, cili mendojnë që ka qenë momenti më pikant, më i shënuar në radio? Gjatë gjithë këtyre viteve përvoj pune. E kam pas, ndoshta nuk kanë dëshirë mi përmend me emër, mirë po në kohë pandemie, unë kam moderu 4 orë emisionin, gjdo ditë, 6 ditë jave. Edhe ka qenë një infektolog, i cili gjdo ditë ishte në media. Robert tha, isha të nona, tha në distancë, me përshëndet, tha dhe nona, po më thot, djali jam, tha, nuk ishtë qysh po thu ti, janë javet kritike, se Robi, tha, Zoti e di kur kryet kjo pandemi. Një pej komenteve, edhe ka të tila, Robi ka thonë, Robi po thotë, s'po du me lujtë meshmin, sepse nuk jam i tilë, mirë po modesti, se di pse du të me qenë modest në diçka që ndalin rrugë, që sot e pata, se kam edhe momente ku pak... Telefonata. Shpalmoj telefonata. Do një moment me telefonata, se këto janë e pike në misionin. S'muj me kuptu qysh në këtë shekull, në këtë vit, telefonon njëri me ushqim gojë, laka, edhe të i full. Tani menoj, ose jetu bo ajgare, ose si e normal. Dhe ndodhë në herën e dytë vala, detyrona me ndërprej, ju me ndërprej, edhe me bloku, e di që kështu prej shtratit të e pi qajnë e rusit, thu, e te proj kjo, po kur je aty, edhe kur je me vitet tona, e kupton që është super njerëzore. Me të arë ty në banes, Të duke pak mos respekt ndaj punës tënde. Me tarë në shpe, edhe me ty me këpuca, për besa sy nuk vjen mirë, se cili ka regullat e veta. Unë i kam disat mija, ti ki tuat, se cili kemi tonat. Po këthemi pak edhe njëherë të fëmiria, se ma kalove direkt në radio, direkt e shikus tënd, sepse po du me ditë ma tepër për Robin. Piloj ma anash këto. Tregom, gjithmonë s'ke jetu në Prishtina, apo jo? Jo, unë në vitin 2002 besoj, po 2002, kur kam marrë në studime, 2001-2002 në studime, edhe në 2004 kam fillu në RTV 21, mirë, po para prakisht kam punu në Radio Alba në Klin. Si ka qenë kjo tranzicion? Si të duk pastaj ndryshimet të jetës nga Klina në Prishtinë? Saj për këtë radios, njëjtë. Bile mu i me thonë që radion shumë atë mire kemi pas në Klin, edhe e di kur je ekip ma e vogël, ka harmoni shumë. Ka harmoni edhe energji ma të madhe. Me gjitha të,
jam zhvillu me thonë në 21. Kur jemi të fëminia, fatmirësisht Klina ka pas lumej edhe kemi pas një pishin atë kohë i thëshim bazen, i kemi përjetu që të farë knatësit. Mirë, pa nuk kam në i farë kujtimi që me thonë përveç lojnave që ju mungojnë fëmijëve sot, edhe të dajti kam kujtimet më të mira. E që sharrite me dëpërtu për në radio? Në radio. Radio Alban Klin, Lek Musollit, cilën e përshëndes, ka qenë drejtori i radios, gazetari ka mëtshëm, veterani gazetaris. Aty ka fillu shkumbina me Gjekaj, ka qenë i pari që ka fillu. Kolegu, shoku jam i fëminis, edhe përmes shkumbinit kam hy në radio, kemi shku vishmitësisht, ty nejt, s'ka qenë të nisja, mi ka të regu i kom su, edhe ma ndej kurreshtja, sepse kom pas andër me qenë DJ, diçka që e mbo dhe ma ne e kom kuptu që pas ka qenë andër e zbet ajo farpune, edhe kur kemi orë në studime prap shkumbini, ka qenë ai që ka propozu drejtoreshës Gjeraldina Vullës, edhe më ka morë më ka testu, edhe kam fillu aty, edhe ma ndi televizion, që s'ka qenë zgjedhje jemja televizioni kur, se kom dosh televizionin. Sa? Diqysh radio na ka dhonë mundësi me folë ma shumë, me përshkru një diçka me fjallë tua, imaginata dhe gjusit ka qenë shumë e modhe, sepse s'ka pas, se cili ka kryuat figurën e ti në bazë preferencave të ti, në bazë zonit, edhe në televizion ma ty, s'po di, ti del në televizion qysh ka qenë atë ko, filan gazetari ka përgadit një historie, ndjekim kronikën e tjere, po me gjitha të, në fund të fundi televizionit ja kam po hajrin, sepse kemi realizu shumë reportaje, shumë intervista me yje vendore dhe ndërkombëtare, edhe kemi udhëtu goxha shumë në kohën e RTV 21 për të realizuar reportaje në pothuajse në gjithë Evropën. Edhe kjo edhe je plotësu profesionalisht, por edhe këto më kanë hynë punë më pas edhe gjatë emisioneve, edhe mendoj që një prej arsyeve që kemi shumë mërgjimtar në frekuencë është sepse më ka ra me udhëtu shumë, me taku shumë mërgjimtar dhe me kuptu atë mentalitetin, mallin e tyre që kanë për vendlindje për te atyre, se këta po bojnë lukur, po vinë Kosovë, këta e kanë kjerin me kredi, kryesisht që tu i thonë ata që si ka ra fort me pas kontakt me ta. Se nështë ta kalova pak për temave në tempo, Po mundona me të këthi prap atë, por të regom nga emrat të mdhenjë që ki intervistu. Kusht kalon mësë shumë t'i përshtypje? Cilën interviste mbanë mend gjithmonë? Vendor. Po. Vendor ose ndërkombëtar? Nja rikëthy ndoshta edhe shikuzve, ndëgjuzve asaj kohë që të kanë shiku me shumë admirem edhe gjatë intervistave, se ta shte e keni një format pak më ndryshe. Po, ka artist vendor cilët nuk i kam intervistu kur, edhe nuk kam dash me intervistu sepse i kam pëlqy shumë si këngëtar, edhe s'kam dash me aprish vetit atë, sepse kur e njerin personalisht ma nej pak ta zbe. Edhe kam dash me i rujt që ashtu qysh unë i kom paramendu. Ku ma një emër këto? Tash, një prej tyre viteve të kaluara ka qenë Sabri Fejzullahu, Ilir Shaqirin kur njët nuk e kam intervistu, Sinan Vlasalion gjithashtu kam intervistu një herë, edhe atë për shkak mungesës së një moderatori. I kam pas disa këngëtar që s'kam dash kur me intervistu. Ndërkombëtar e kam përmend sa herë, çdo artist ndërkombëtar që ka në Kosovë e kam intervistu ekskluzivisht. Tash po tham intervistë më marr në studio, po tash mirë e keq e kemi pas ekskluzivitetin, s'po di. Intervista dorën zamër nuk është që i du, sepse jam si tip impulsiv edhe nuk kam dërim, sepse e kanë bo pak si njëjtin san po e flet të ajt, e kë vjen këtu a ditë si lloj reprize, nuk po thëmë për gjithë. Po prap se prap që sot ti e këtu dhe po shpalos diçka shumë ndryshe që jemi mësu zakonisht me ndëgju nga Robi. Edhe kjo duhet në një moment të jetës me shpalos pak më tepër me të njoft. Tash, i njëjti nëse të nesërmen, të pas nesërmen vazhdojnë për emisione tjera, unë e shoh ato veç me mbulu minutajë. Po është mënyra që ata s'din me na gjukon, se një intervist në vetë ose një herë në 2 vite ka kuptim. E kemi Yll Limanin, e du shumë, kam shumë respekt për to, edhe është super artist. është ndoshta i vetmi këto vitet e fundit që çdo këngë ka hit. Edhe kam vajza e Meva, këngëtarin e parë favorit e ka pas Yllin. Edhe Ylli na ka respektu, na ka ardhur ditëlindje, ka dërgu video. Mirë, po Ylli ka qenë një prej atyre që nuk ka shku në intervista. Edhe erdhi një moment në Facebook, Ylli në Glam Radio, Ylli në Dugagjin, Ylli në Top Albania Radio, Ylli, tash kjo nuk është në rregull.
Unë të kisha qenë se ata unë nuk e Dikush ja ka bo gabim strategjinë marketingu. Unë nuk e kisha marrë heq. Nëse ti s'm ke arë mu, kur unë e kom dasht, tash s'po mduesh me qenë unë radhi shtati. Diçka, unë e kuptoj që është pjesë e PR-it e tjere, po... Nëse kështë qenë duke intervistu dikënd në studio, edhe e ndjenë që aj po të gënjen, aja kështë thonë? Qysh jo, apo dyshan të? Po që ata po të pëse. Apo dyshan. Ma mërë mendja që... Unë kom pas një rast me një mysafir artist i ri. Kryesisht ka marrë trimi u dha mundësi mu promovu. Edhe ai këngëtar. Mikrofonat në radio janë shumë të ndjeshëm. Edhe plus që ka mbajtjen. Edhe kër e kom po, isha në emision, e kap mikrofonin kështu të falë, të lutëm, thash, ti artist, ti e din që kjo është diçka ndjeshëm. Madje këngëtarët kanë mikrofona që kanë kostër shumë të lartë, e merë me vete, edhe nuk të jep ty mu shmen, e ka të vetin, mikrofoni është diçka, edhe nuk muj pa të thonë, që të sovë, se kjo edhe ka kostë, edhe nëse ti ma dëmëtën ato, merë edhe ko me ardhë, se nuk është që i prodhojmë në komoglovë. Porosit të ndikon det Ashtë kjo arsyeja që ti thjesht je shumë rahat pa intervistu në format të ndën? Për besë qëre, se cili e gjenë vetën, unë jam shumë rahat edhe me tregu drejten, do njëherë kur du të me pas dikon musafir, bashkë gale a maja, po e thëmë kështu, nuk e di. Unë e di që mund tjetë gabim, po se cili ka mënyrën e vetë. Po. Dikur ka pas shumë konkurencë dhe në radio. Sot, a egziston mu konkurenca? Nuk e di me të regu drejte, nuk e mendoj. A e di pse? Sepse ky formati që kemi na one man show, po mduket, nuk e di, ndoshta ka, mos dal në rran, mos mu kapni për fjale, po nuk e di që ka dikur që realizon audio, video, komplet, edhe është format që të tjerët, disa kanë fillu, kanë dështua, kanë dërprej, disa vazhdojnë, nuk e këshyri konkurencën. A e konsideron vetë numër ne në prag? Jo, që atërë kish me qenë jo bashkë në regull, ama gjdo radio, në mëngjes, pas dite, kur do që jam në vetur, në kërë, indëgjaj, gjitha indëgjaj. Kështu të pytë, se është interesant. Edhe ko mas ko e telefonoj. A indëgjën edhe të tjertë? Krejt. Edhe telefonan? Unë jam kolegë edhe mik i gjithve. Se kam, sigur ta kisha këtë kompleks, ishtë dash më ndje inferior, nuk ndjena inferior, ndjena komod. Një është edhe si DJ? Po. Se vendose mos mu marë mua me këtë profesion? Ja marë, edhe ja kom po hajrin, edhe nisi, tash ka DJ, na jena ma shumë music players, lëshojmë kongë, lidhim, jo gjithë, shumica, kush do me pranu, mirë po të e pas emisionin gjdo mëngjes, ne as gjatë dhe në orë dëvona, edhe shumë problem mu qu edhe qosh, njëherë 2-3, po ma ne nuk je full energji. Frekuenca të merë shumë energji, cilën në fakt e kupton pas përfundimit e emisionit, e kupton sa shumë jeshtë tjerë, qaqë shumë sa që e ndjenë nevojshme mu ullë dikon vetë me pini kafe, mu qetsu, mu relaksu. Po me gjitha të, përveç kësaj edhe pandemia e ka ndru lojën. Po. Ti shkon ku të dush, në cila do neje, përveç ku këndohet live, njerës që në cikur me pas obligim me ardhë. Nuk valëzën mu kërkosh. Jo, nuk leviz, edhe raset ma të palidhe janë, sa ka njës neje, ka nga 2-3, edhe vishë këthejtë, dinë në a dalë qëtëso, nota e gotë, qëtëso. Robi, po mdo këtë që tash ki fillu me vëzit. Po, par vjetë. Po më thoi nga regjia që ma më fund je bo vëzes i shkëllqyre. Par vjetë, po. Ata të regoj njësë. Hajde të regom, rrëdhë vëzitjes diçka. Unë e kam vëzit pa leje. Po s'kam vëzit në baza ditor. Gjithë jetën, po menaj gjithë jetën. Prej sa Eva, tash me 25 maj bën 90. Robi, ndalu këtu se nuk e dja pove në përlojme që Rina Bala e kishin dënu për shkak që motra ka postu një video e ata e kanë hullumtu që Rina s'ka patent e kishin që me pagu dënim. Po flasë për kalumen. Edhe në emision gjithmonë e kam përmend që s'kam patent shofer, ka ndodhë me mënal policia, rrugës për Klin, edhe njonin vetur, njoni ka qenë jashtë. E kalume. Gabim jemi tash po e të regoj, ndoshta e kom të regu dhe herë tjera, edhe kur vjen polici, e thret ato, si me tha, hamdi, hajde, që e kom di, tha që ti veç bën ajgare se ki patent shoferin, ama nuk ma kërkoj. E tash ka 2 vjetë që e kam, 2 vjetë.
gabimi më i madh në jetë. Unë gjithmonë kam menduar që s'kam nevojë, vozitje nuk e du hiç, po mu ka shndru në nevojë për shkak që unë në ATV, Eva në British School, vim bashk, kthehemi bashk. E tregoma historien që shi ki dërgu pajisjet për DJ në autobus? Për me shku të vendi ku ki me performu? Zakonisht kur më ka ndodhur për Klin, me taksi në autobus të ai bagazhi, deri në Klin, atje në sqetull, në krah çantën, edhe nuk e kam qëtë kompleks, edhe vërtet nuk e kam. Po ajo kishte qenë lodhje e madhe e pa kuptim. Po manej, mas disa kohësh me Laurin kemi qenë standard gjithmonë bashkë. A ki pas të reagime edhe të njerëzve kur të sheshen duke udhëtu? Po, edhe pse une shpesh e thëm autobusi i Stogut, me cilët kem udhëtu për sa vite, tash sikur t'i kisha mbledh çato pare, une i kisha me pas autobusin tem, që shpesh kom udhëtu. Po nuk e kanë, janë mësu njerëz, ndoshta kjo më kanë ndikuar edhe në emision. Me hyp nesh, me hyp në autobus, me udhëtu një koment pe i vozicit autobusit, një pe i nishit ti sikur plotësohesh. Mu më ka ndodhur në ATV, kur kemi fillu ATV-n, kemi qenë si mysafir në Libero, te Resuli, kolegë, kishim me nis në atërt javën tjetër, edhe mrapa kanë qenë do studentët cilat më pas u bon kolegët tonët gazetare, edhe ka qenë që këtë tema patent shoferit, qysh unë nuk e kam, se kisha, edhe më thota, për një me nuk e ki kështë, thosh, jo se kam, e qysh ta vjen punë tje, thosh, vi me nesh, a hypë tha ti nesha, edhe nuk e disha, se generata treja ngucin, bojna i gare me ty, mas 3 dite e kuptan, e kanë ma të avancum humorin, nuk e kam qëtë problem, se të ke fundit që milionerë, e kështu në generalja ka pas, ta shë theme për ty në ndër vite që të kam pengu për shambull, atë pengojnë kur shkrujnë për jetën tone? Jo, kur, se si shop, betona jo. Mu më pengon veç me më prejkën familje. E për punën, të pëlqen, kë arrogant, kë që flet... E atë kam prejkën familje? Jo, pak po, po të nesërmen e kam vazhdu emisionin si kur asgjë s'ka ndodhë. Nuk kom dashtë mu marë, se sa ma shumë si a i prushi, ecim të edhe dëgjusi. Prandaj, qysh thot lartë hoxha, Robi thot nuk ka dëgjus, ka, e thot një shprej që s'po muj me përmen. Na e marin shumë afer zemre, shumë seriozisht, e vlerësoj shumë, edhe ata ma kanë respektu, sepse kam njësë emisionin me qatë muhabetin që dje, mbram, keni ledzu diçka, e vlerësoj shumë, nëse nuk e vazhdoni si tem, edhe qashtu ka ndodhë, edhe ma u harrua jo. Jam familjarizu me ty tashme dhe e keni një raport shumë të mirë me ndëgjus të to. E vërtit. Dashuria jote e madhe gjithmonë mbetet Eva. Absolut. Qka ka marrë Eva nga te në karakter? Nervozën. Bashkë nervozën e mura. Ja, është, si çdo fëmijë tjetër, Zoti mos lasht askën pa fëmijë. Qysh është thënë? Kush e ka Zoti ja ruajt, kush si ka Zoti ja fal, mu më ka ndryshu jetën, e di që të proj ndojherë me ta, e di që krejt ato lazrimllet që ti ka prej meje, getën edhe e dënë normal që ka nënë, po edhe... Nënë atë jom pak ma trepta me regullë. Sepse o ma strekt, i shkanë për peni, kër e kom dëgju të e thirë mamin me shku me blie perime, brokoli se i hanë, thash, ku me ba dhe une qështu. Ama unë edhe, nështë apëse është vajzë, po e thëmë kuptimin që se tash edhe gjemë po largohen mas martese, po thëmë, po du m'ja plotësu gjitha, që kur të rritet edhe të zhvillohet, mos me pas një diçka që me menu fëminin që i ka mungu diçka, nuk du kur gjo me i mungu. Zoti jep shëndetin, une, sa që jam gjallë, kam m'ja plotësu gjitha. Edhe madje edhe me lazdru, s'ka kur gjo të keqe. E ceke që Eva prej te e ka marrë nervozën, e kur bojnë një nervoz të dë, cili afroti pare? Normal, unë e afrona, ma veç me mu. Të tërhek është do të. është fëmijë shumë i ndjeshëm, është fëmijë shumë i dashtën, ama me mu është këtë ndryshë, sepse unë e ja kom ofru qatë liri, edhe normal, unë i afrona, se e di që kryesisht unë jam gabim. Unë jam asi prindi që i tham jo, edhe herën e 4 i tham po. Mu më thujnë Robert, po t'i bile thuj në fillim po, se ma ne kjo s'po t'beson. Edhe ka pyetjet llojit, e pse bab ti më kurse më thuj jo, a vëdin? Po s'po di. Edhe me këtë prap njëti kësha. A kishe dasht Robi me pas ma shumë fëmi? Se di përbes. Ndoshta edhe po,
Unë shpesh e bëj këtë pyetje, tu e pas parasysh që i kam 2 fëmijë. Kushdo që ka më tepër fëmijë, thom, a jam bollë të, se nuk e di asnjëherë. Edhe nëse kisha dashur me i pas 2, hatri i saj. Unë jam i plotësuar, edhe na krejt si familje jemi super të plotësuar. Unë kam vllau e ka djalë dhe 2 vajza, motra ka vajzë, unë kam Even, na e kemi Even. Edhe na jena të plotësuar, edhe unë edhe Geta. Edhe kjo ka qenë arsyeja që s'kemi pas më shumë. Po tash tu rrit fëmiu, po prap kur i shoh motrat tu pëlo me zveti, ma more setrën, palten, nanekni, në rregull jena. Mirë, bën edhe ç'është bën. Çka do t'i thoj sot Evës, diçka që asaj t'i mbet si mesazh për tërë jetën nga studio? Çdo gjë që ato e shqetëson, e brengos, me fol, me e thonë, sidomos neve, se fëmija hezitojnë, unë jam shumë i afërt me ta, edhe du me qenë gjithmonë shok i saj, jo veç bab prind, po edhe shok, me fol lirshëm me mu, unë e besoj, afatgjat ka me ndimu njetë, që ajo nëse ka një breng, një shqetësim, me arë me fol. Nuk do me thonë me marë këshillat e mija, me fol, mu rëfy, mu shliru, s'po di. Qëtë shumë jam me ta, sa nuk di as çka mi thonë. Non-stop jam me ta. E bukur. Tregom pak për Aqif Mulliqin që gjithmonë shkruan edhe statuse për të në Facebook. Çka do të thotë Aqif Mulliqi në jetën tënde? Aqif Mulliqin dijes pas, është një për njerëzve që kom dashur më shumë t'i njeh, edhe që s'kisha dashur me fol shumë për ta. Se emocionona, edhe nuk kam qef shikues dhe dëgjues më po kështu të them, po për mu është humbje e madhe. E kam pas alat, e kam pas mik, e kam pas edhe si lloj, nëse guxoj me thonë si këshill tonë. Unë ka ndru jetë baba para disa muajsh. Është prindi, e dën. Mirë po, të mungon, edhe mungon sidomos në orë të vona, kur të ki ko edhe je të i mendu. Mirë po, profa Aqif mungon shumë, sepse kom pas kontakt, takime me të në baza ditore, plus që ka qenë njeri më i dashur i Evës. Shumë mungon, shka dash me t'i kalu. Veç edhe diçka shumë shkurt, e ceke që e ki pas si këshilltar, cila është këshilla e ti që të ndjek ty? Qatë shumë kam folë me ta. A i ka pas rase kur kam pas biseda, ose intervisa, s'po e thëmë se fatmirësisht në frekuencë ka dhe njerës cilë t'i vlerësoj shumë, cilë në kanë telefonu me video, e qenë personalitete, disa sot nuk jetojnë, po ka pas rast, kur kom ndërmarë ndo një iniciativë me ndimu dikën për një diçka të caktume dhe masi u krysi mision, kena dollë, kena pi kafe dhe më ka thonë që Robert, nuk kom dash më të përzin punë tone, sepse aji ka qenë tip i tillë që nuk është përzi. Kalon ti me vendos vetë. Mirë po thot, në momentin kur ke marrë një iniciativë me ndimu një person caktume, kam ditë që aji pelun pak viktimin edhe ti pe hanë karremin e ti, forin e ti, merë mësim për herë tjera. Mirë po ka qenë edhe për jetën, edhe për çdo gjë, po jo direkt, indirekt. Që ti edhe me kuptu edhe me marë mësim për ti edhe mos me u lëndu. Se ka edhe njerëz, sidomos në media, që mendojnë që para tyne gazeteria s'ka egzistu edhe mas tyne s'do të me egzistu në atë tjerë. Mos më shtem me të pyet kush. Ka plët. Ishte në ekran, edhin rejnë gjyks, une kur kom bojmë, okej, punë e madhe, kur ke boti edhe na po bojmë, se cili po bënë, se cili mënyrën e vetë, është epoka digitale, kombinimi radio TV, ka dhe prej atyre që ka thonë nuk do të radio mu përzi me televizionin, po qëtë që po mojka dhe po dashka. Për ndryshe radio kish vdek. I temen, të lova pak. Jo, hiq, pa merak. Po më pëlqen edhe ritmi i bisedës, diku po dalje me rëndësi, po të regëm, a ka rrit ndonjëherë dashuria ndaj televizionit më rrit edhe me, ndoshta me zvoglu dashnin për radio? Jo, kur? Kur? Se ka shumë personazhe që dikur kanë qenë në radio dhe sot nuk e ndryshojnë televizionin për radio. Unë televizionin e kam shfrytzu që me dërgu radion aty ku nuk ka mujt me hyj radio. Për shembull në për familje të ndryshme. Jo gjithë kanë radio në ditë sotit në tavolinë. Kështu që ka televizionin. Kjo vrehet edhe në pamjen tem, edhe në veshjen tem, nuk ka diçka që i kushtoj shumë ku me ditë sa rëndësi.
lumaj që i kushton, shumë mirë, po unë e kam radion, unë e mendoj vetën në radio, okej, televizionin në ndihmon shembull shikuesve, ata që në shtëpi, thret njëri prej një vinçi 50 metra lartësi, thret tjetri prej një fabrike, tjetri në autobus, në kamion, domethënë po ta bim çdo profesion nga vendet ndryshme të botës në ekranin televiziv në shtëpinë tonë, unë mendoj që kjo është diçka që nuk paguhet, diçka që ti nëse tenton me aranxhu, nuk është e lehtë. Ne i kemi shtu në baza ditore. A ki ndonjë ndëgjues që ndoshta ka thyrë rekordin me telefonata mas shumë ti prej që tjerëve? Kam plot. Edhe të qenë që shtu zemra ujë, sinqert, ka rase edhe në fakt gati çdo ditë ju them, ke telefonu dje, par dje, sot pauzo. Një lën radhë tjerëve, sepse kam shumë ankesa, Robert, qysh ka mundësi, për shembull, Elita telefonoj dje, par dje mu lidhen, unë s'po moj, ka një bindje ma ne, krijoj një bindje që unë i selektoj. Edhe mu më pëlqen që edhe atyre që ju thëmë, thojnë, po, Robert, në rregull, pa e nesër në prap thret. Më falë, s'mujta pa thirë se tema ke shumë interesant. A e vlerësoj shumë nëse kur pauzojnë, për shembull. Ke telefonu sot, është mirë edhe për shikuesin, edhe për dëgjuesin, jo veç Robertin me ndëgju çdo ditë, po mendoj si telefonus, po mundru pak mendimet, se manej po bëhemi si analist, po flet i njëjti për art, kultur, për religion, siguri kombëtare, që shpidim, krejt na o zot, nuk e di. E çfarë është mendimi jot për reality show që po ndodhi në Kosovë? Ai përcjell? Kështu është. Në Shqipëri. Në ditët e sotme, nuk mundesh me thonë nuk i shoh, sepse e kem Facebookun, kretë ndalin. Ma shumë ka ndalë të Kosovës, deri sa s'filloj Shqipërisë, tash ata po ndalin ma shumë, s'di. Nuk e di, interesant do këtë ka njerë. A me ndonë do unë kom njerë insistu në anës mi thonë për cili, pas vdekjes babes, mu marrë me dishtë. Bon zhurmë dikosh në shpe. Po më pengojnë, thash, po njerë, dy, si serialet janë, edhe ki mu lidhë me ta, ka me të kriju një bindje sikur je me ta. Edhe unë menoj që është interesant, edhe është një super mundësi. A do të kishe hytive atërë? Nuk e di, bashkë nuk e di. A ki pas në njerë ofertë? Indirekt po, direkt jo. Po nuk e di, ndoshta për shkak të emisionit, po edhe si tip... E qa me ndonë për temperamentin tënë? Po edhe si tip që shto që jam mu prajmin e parë më kishin zërë, jam i bindun. Për shkak nervave? Po, që i ofrohet njëri të huna, edhe i bërtet. S'ka kuptem, a? Nuk ka kuptem. Njëherë ta gjumë këtë, ose pejgoje, mu më thëjnë edhe në familje, Robert, qysh ka mundësi ti në emision kur nuk shona, kështu shonë shumë të shumë. Qyri shajnë se kam dërmenë mu të regu, falenderit Zotit që emisioni shkon mirë, ATV na ka dhonë super mundësi me dërgu sinjalin, o ku do në ruzull toksor, po e te proj pak. Edhe kam frikë që qika tu rritë kam mësu për e meje që shtu kesh. Po unë e kam një të mirë kam i thonë të dajt e kam mësu, sikur krejt që kanë thonë. Ke po fëmija kër i merë do negative dhe më pej dajve. është zakonshme kjo. Ama po elit, s'kisha muj me dëru. A i kushtan rëndësi po amjës t'jash me Robi? Temës? Jo, ish. Flok t'i kim bil? Po, kër thëjnë Robert, sa mirë pi bon flok me vaks, ha? Dhe më jo, po, që i kanë mërë këtu fijet, po rrinë si mëso, ti kësha pasë këto flok në vetë para, ama po, është investimi më i mirë që kom bo në vete, edhe që kur s'kam nevoj me përmenë se dëgjus, shikus më kanë po prej tu lac, edhe tu rriq, do të ty peshe, qa me të folën? Kjo nuk është makjata që me të thonë unë e ty, sa shëshme, sy t'i kikë qëre? E qa me ndonë për... Robi, se pas nga di që ka që fani sot, po më do këtë je qa që rahat sa përsho një dimension pak ma ndryshe tonin. Po i relaksume, unë e thash, harroj, po shpesoj që emisioni shkon në radio. Robi, qa me ndonë për ndërhyrjet estetike në Kosovë? Edhe të burrat edhe të gratë, për shambull, a do t'ishe pro botoksit e meshkujt? Qysh ka thonë, ta bajt bënë. Okej, po nuk e shoh tragjikë, nuk e di, ka njëherë kam bindjen elit që ma shumë flasim qështu për tjirë të sa me dheza, po din tash unë me thonë, se Dafina Zeqiri edhe me idin, inshallah ATV ndonë që të video e dhez, jo në shet Dafina, reagon, se ai Roberti ma mirë është mu morë me vetë, atin me më rritë mu pak. Pse mos me po bre? Nëse ki kompleks hunën për shambull. Huna po për shambull botoksit e meshkojt edhe
tash ti kanë fillu edhe busmi bo Robi. Se di, nuk e di. S'ke koment? Jo, s'kam koment. A ndëgjan muzik? Shumë. A ka ndodhë ndonjëherë me lujt kongën e dikuj që as pak s'pëlqen, po e din që masa e dojnë? Ta kësha thonë, po nuk mëj se jam në emision. Ta kësha thonë, e luj gjdo të dytën, tretën ditë. Jo, kongën që dikuj personalisht nuk më pëlqen heq, po e di që masa e dënë, e bëj. Edhe e bëj, edhe në emision e bëj. Do të thotë, bëm për masën? Bëj, qysh bëj, absolut. E cilën kongë lëshon me shumë qef? Para se me kalu të kjo, e kam një mendim kështu. E realizon qof një kongë, një film, një shfaqe, një qka do, një emision, nuk dhez, arsyetimet të lojt. Okej, unë nuk bëj për masën, e bëj për veti jenë të rrejshme. Ti për veti e bën shpitane, të daj tu, i mbledh tezët të zesht, ama nuk mund është ti me thonë unë e bëj për veti, për diri sa ti ke publiku, ke publikisht diçka ke gjujt në YouTube, ku ta di une. Shtu që bëj edhe për masën, madje në frekuencë, shumica kongëve, jo që unë e kongë t'i transmitoj që mu më dojnë ritëm. Të uta Selimin me sa e dilë shosh. Po, Hotri Astritit e transmitoj. Të uta është super këngëtare, a unë e lëshoj për Astritin, se aje dënë, e idolizon, edhe Astriti është një super tiktoker, ama ma e fort është se plot e njojnë për mes djallit. Djallit. Robi, po t'ishe përball me e sot, se kjo është pyetja zakonisht. A pse që ja hupa pyetjen cilën këngëtare lëshon? Po këndojmë për regjis, Robi. Po t'ishe përball me e sot, qka do t'a pyesje Robin, diçka që as njëherë, as kur s'ka pyet e gjithmonë ki dasht me thonë? O, shumë pyetje e mirë për besë. A ka mundësi, ti zotni, kur telefonon dikush, miliona ta me fol, e jo me fol ma shumë ti se telefonusi. Shumë pyetje e bukur, cila është përgjigja? Edhe, unë e di që jam gabim, e di që kam shumë gabime, kisha qenë unë sot, me orë në ATV, në radio, si moderatori ri që ti emisioni, unë jam i bindun që ditën e dytë, kërkur s'kish me shkru, s'kish me telefonu, po më kanë pranu, edhe besa dhe unë kam edhe komentet lojtë, Robert, tu që më njës me shku në shkollë, të kam pa në televizion e tjere, më kanë pranu që shto, unë nuk e bëj pëse, hajtë se tash më kanë pranu, për vazhdoj, për nuk di ndryshe. Që kjo pyetja parë, a bën milion telefonus me folë, jo veç të ma shumë saj. E dyta, a ka mundësi një emision me realizu, shkoj, ose nuk shkoj nerva, veç me të i kalu edhe me thonë, në regull, kjo është mendimi jëtë, ama nuk po moj, kur ti më flet, më thret edhe ma bën shumë. Edhe unë thëmë, falja, jetu i hongër dishka dhe ti më thu jo, do më thonë, edhe është në nëshmuse, edhe nervoza në maksimum. Vendan inteligjent, dhe mek, unë kokë nga budallë, ti po mërë typësh, unë s'pedi, që të dy. Faleminderit shumë, Robi, që ishe në Elite Way dhe që nuk hezitove me shpalos shumë qka për jetës tone. Përshëndes gjithë shikues të Elite Way, të ATV-s edhe dëgjues të A Radios. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe ty. Shëndet.